Pushteti lokal në Shkodër kërkon të shpadet gjendja e emergjencës pasi sipas tyre situata e përmbytjeve është kritike. Në të kundërt, ata kanë paralajmëruar se do të bllokojnë në rrugën Shkodër-Muriqan. Banorët e komunës Sanamalit kanë zhvilluar një mbledhje me këshillin e komunës dhe kryetarët të fshatrave për situatën e krijuar nga përmbytjet. Ata kanë kërkuar vëmendje nga strukturat e shtetit pasi në fshatrat të Botit, Goricës e Muriqanit, përmbytja ka afro një muaj që është e pranishme dhe situata është mjaft problematike. Ne na thonë se shkolla emergjenca, po shkolla emergjenca s'kena se si ndihmojnë. Unë nuk di kur do të shkollat emergjenca. Ne bëjmë një muaj si janë në prezencën e ujit. Popullit do të dalin me blokujat rrugë i kaq mund na sena as kundër shtetit, as kundër qeverisë me kërku drejtat tona. Qenia është skandaloze. As ka ujë të pishëm, as ka ndihmë nga shteti, as i bën ndërmend kujt se ku jena gjallë në këtë dynjë. Të jepën të shpërblimet e vitit 2010. Ndryshe, ne kena falimentu. Në komunën Ana Malit vijojnë të jenë të përmbytura rreth 1800 hektar tokë. Boti me 196 shtëpi është totalisht i izoluar nga uji, po kështu edhe Gorica me rreth 40 shtëpi. 10 shtëpi të tjera në Muriqan e Oblik. Revolta banorëve tek kësaj zone sa vjen e rritet në këtë gjendje, edhe nga fakti se ende nuk kanë marrë as dëm shpërblimet për përmbytjet e vitit 2010-2011.